Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin Bolta. Për zgjedhjet e 28 dhjetorit ngarojnë Partia Demokratike e Kosovës së bashku me listën për familje, një nga koalicionet më të mëdha për këto zgjedhje. Se çfarë do të sjellë ky koalicion dhe cilat janë pritjet nga ky koalicion, kemi të ftuar udhëhecin e listës për familje, zotri Eman Rahmoni. Përshëndetje zoti Rahmoni, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zgjedhët Partinë Demokratike e Kosovës si listë për familje për të hyrë në garë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Si erdhi deri tek ky vendim? Gjatë kësaj periudhe na kemi bërë publike që ku kemi shprehur interesimin që në zgjedhjet e 28 dhjetorit jemi të interesuar që të garojmë me koalicion bashkë me njërin prej partive parlamentare, por shkak që rezultati i zgjedhjeve të kaluara na obligon për me shku drejt një koalicionit parazgjedhor, në mënyrë që edhe ta konkretizojmë angazhimin ton politik me përfaqësim edhe në kuvend. Dhe mbas kësaj kem pas takime, diskutime me të gjitha subjektet politike, diskutime më të gjata kemi pas me Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë, po përfundimisht kemi vendosur që rrugtimin ton ta vazhdojmë edhe në bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës, ku besoj që kanë qenë shumë faktorë të kanë ndikuar në që ne të vendosim që këtë rrugtim në këto zgjedhjet jemi në koalicion bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës. Një organizim, po flas që ka fillu edhe me jep pak edhe një mobilizim ma gjithëpërfshirës, është edhe vetë zgjedhja e Bedri Hamzës, si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ku historiku i tij na tregon që është një figurë unifikuese, sidomos në këtë periudhë ku Kosova është edhe në këtë gjendje çfarë ka ardhur, këtë polarizim të shoqërisë edhe përçamjes që është fut kryesisht me tentativë prej pushtetit, vendi ka nevojë që të ketë unifikim të përgjithshëm për të mirën e qytetarëve dhe për të mirën e vendit, por edhe angazhime të mëhershme të cilat i kemi pas, sidomos edhe rreth kauzës tonë, tu fillu prej kodit civil, ligjit për gjendje civile, shumë tjera, ka pas deputet nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës që i kanë mbështetur iniciativat tona edhe për gjatë 4 viteve në kuvendin e Republikës Kosovës, por mbi të gjitha është edhe dakordimi mbi parimet e qeverisjes për të ardhmen me Partinë Demokratike të Kosovës, për shkak i falenderoj për konstruktivitetin edhe për gatishmërinë për me bashkë qeverisë edhe me bashkë rrugtu në këto 4 vite të ardhshme si bashkëpunëtor konstruktiv edhe një diçka që besoj do t'japim edhe vlerë, edhe profesionalizëm, edhe dobi shoqërisë edhe vendit tonë. Cilat janë ata faktorët që vendoset të zgjedhni Partinë Demokratike e Kosovës? Pse pikërisht Bedri Hamzën? Unë personalisht me Bedri Hamzën në 2 mandate të kaluara më ka rastis me qenë në komisionet përbashkëta edhe në zgjedhjet e vitit 2019 kem qenë legjislaturën para kësaj të fundit, kem qenë në komisionin për buxhet financa ku kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, kemi bërë punë profesionale, pastaj edhe në zgjedhjet cilat përfundun para këtyre kem qenë komision për buxhet, punë dhe transfere bashkarisht, kem pas punë konstruktive përbashkë pa marrë parasysh që kemi qenë pozitë e opozitë, por edhe si kryetar i Mitrovicës kam qenë, kam vizitu, kam provu me ndihmu aty ku ka pas nevojë, sidomos gjatë kohës të vërshimeve, jam ofru me kapacitetet cilat kanë qenë në dorën time me qenë afër qytetarëve atje. Konstruktiviteti i tij i treguar gjatë gjithë kësaj periudhe, tu qenë pozitë edhe opozitë në atë kohë, pa marrë parasysh këtë ardhmen, edhe përvoja që edhe nuk kam pas me ta, më ka obligu me besu që edhe marrëveshjen cilën e kemi arrit, është marrëveshje e zbatueshme, qëndrueshme dhe ju qëndron mbrapa gjithë atyne. E vërteta është që
kërkesat dhe kriteret i kam pranuar edhe subjekte tjera politike, edhe Lidhja Demokratike ka pranuar gjitha kërkesat cilat i kemi pas për marrëveshje, siç i ka pranuar edhe Partia Demokratike, por që këto kanë qenë faktorë për shkak të një bashkëpunimi Cilat kanë qenë kërkesat? ma konkret. Kërkesat më të rëndësishme të listës për familje i këtyre subjekte, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës. Kërkesat janë kryesisht programi qeverisë që kemi pas në zgjedhjet e fundit si koalicion për familje dhe ne si grupi deputetëve që kemi qenë kuadër të atij koalicioni, duke fillu prej sigurimit të energjisë elektrike, e cila është një vështirësi dhe një situatë që po e rëndon shumë edhe bizneset edhe popullin, edhe secilin që jeton në vendin tonë, është çështja e kauzës familjes, rrujtjes vlerave tradicionale që i ka familja shqiptare, është çështja e rritjes natalitetit, është çështja e përmirësimit të shëndetësisë, arsimit, janë probleme të cilat janë problemet përditshme të njerëzve dhe qytetarëve, por edhe absolutisht që rrujtjen apo kauzën cilën ne kemi pas dhe jemi identifikuar dhe jemi largu prej organizimeve politike për ato qëllime që kanë cënu organizimin familjar me vlerat dhe traditat tona që i kemi si familje, absolutisht që aty madje kryetari dhe kandidati për krye ministër tashme edhe zyrtarisht Bedri Hamza ka edhe deklarime publike, po edhe ka do thotë marrëveshje që nuk do të iniciojë mas një ligj i cili e cënon familjen tradicionale, pa çfarë do lloj ligji që ka të bëjë ose prek pikat e organizimit familjar duhet të ketë mirë kuptim edhe miratim të përbashkët të dyja grupeve politike, kështu që për mua jam garant se kauza jonë, kauza e cila besoj që është e shumicës qytetarëve, do të jetë e përfaqësuar denjësisht, pa marrë parasysh edhe rezultatet që na si koalicion arrim. Kjo marrëveshje është marrëveshje e cila duhet funksionoj, pa marrë parasysh a zgjidhem unë deputet apo zgjidhet dikush tjetër, sepse ka është një marrëveshje shumë konstruktive, me mirëkuptim të plot, edhe me pajtim mbi temat cilat na i kemi ngritur edhe që besojmë që janë preokupim për secilin qytetar të Republikës Kosovës. Zoti Rahmani, e përmendet që për rrugtimin tonë dhe qeverisjen 4 vjeçare, është një marrëveshje me Partinë Demokratike afatgjate. Nuk është marrëveshje vetëm deri në zgjedhje apo afatgjate. Absolutisht që kjo është marrëveshje afatgjate edhe kur në jetën time politike nuk kam bë marrëveshje veç për me përfitu në aspektin elektoral, për mu ka shumë rëndësi kauza edhe ndryshimi gjendjes ku jemi, se sa përfitimi i një mandatit deputetit ose jo. Unë në organizimin politik ku kom qenë kom pas garantum çështjen e mandatit, jam largu prej pushtetit për shkak të parimeve dhe për shkak të kauzës që kom ngrit. Edhe këto në diskutimet që kom pas, që unë thash edhe më herët i falenderoj për konstruktivitetin e treguar gjithë, domethënë kam pas takim me Bedri Hamzën, me Memli Krasnishin, me Orhan Ismailin, domethënë kam pas takime të vazhdueshme për shkak që unë kam pas nevojë me i besu një koalicionit, por ka qenë nevojë edhe anës tjetër që ky koalicion më qenë një koalicion i natyrshëm, edhe që jep produktivitet edhe në aspektin profesional, por natyrisht që ngrit edhe vlerën në aspektin elektoratit, sepse koalicionit ka dhe për qëllim edhe ngritjen e mbështetjes, por që unë besoj që është bërë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, sepse ekziston një bashkim jo që PDK-ja nuk ka pas vlerat e familjes, për shkak që unë thash edhe më herët që në PDK kanë qenë disa deputet që na kanë jep krah dhe mbështetje dhe mendimin e tyre janë ndalë këto ligje të cilat e cënojnë familjen. Mirë po bashkëpunimi jonë e ngre edhe më lart këtë angazhim edhe në aspekte tjera profesionale për shkak që neve këto ligje kryesisht na kanë barrikadu për shkak që ky është një qëllim edhe fisnik edhe obligativ për secilin, sepse përndryshe kryesisht grupi jonë është grup profesional që janë ekspertë shëndetësisë, të arsimit, të ekonomisë, të financave, aty dojmë me jap kontributin maksimal për shkak që prej aty një profesioneve vinë. Mirë, po unë besoj që edhe për një ekonomist, edhe për një luftëtar të USHK-s, edhe për një djalë dëshmorit, mbi të gjitha është familja cila duhet më urujt, edhe integriteti, edhe dinjiteti i sajna. Sepse unë besoj që edhe lufta e ushtrisë lirimtare, edhe secili angazhim,
niset prej familjes edhe prej qëllimit të mbrojtjes vlerave të familjes. Sikur mos të kish pas edukatën e familjes, nuk kish dalë në luftë në front atje, as me luftu, e shumë dëshmorë që kanë jap jetën të i mbrojt vlerat e familjes edhe të vendit edhe të kombit tonë. Kështu që këto janë menoj një bashkëpunim i cili e plotson njëri tjetrin, edhe sa do të jetë produktiv, unë besoj jashtëzakonisht shumë, por që natyrisht do me mjalon të ardhmës me u po edhe në fakt edhe në praktik. Jeni morë vesh sa kandidat nga lista për familje do të ketë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës? Po, jemi dakurdu që me qenë 7 kandidat që do të propozohen për anës tonë, mirë po nuk është e përkufizuar strikt aty, do të jetë më shumë edhe në aspektin e vleror, me thonë, do të thonë nëse na kemi më shumë figura të cilat mujnë me jap kontribut edhe profesional edhe në aspektin e elektoratit, është hapësirë që mundet me ushtu, mirë po nëse ka edhe të tjera cilët nga unë e PDK-s është dikush që besojmë bashkarisht që mundet me qenë që i bjen elektorat ma shumë, është përfaqësim ma shumë profesional, mundemi me nuk është po flas një marrëveshje shumë konstruktive edhe me mirëkuptim të plot në këtë pikë, nuk është që jemi të kufizuar sakt në numra, parimisht jemi dakordu që me qenë 7 përfaqësues në listën e PDK-s për deputet. Në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti, keni pasur diku rreth 20.000 vota. Keni bën analizë si subjekt politik dhe so keni qenë i kënaqur, pasi ka qenë hera parë që keni hyrë në garë zgjedhore, por megjithatë keni dalë me rreth 20.000 vota. Keni mundur të keni kontakte me këtë elektorat të juin dhe a llogarisni këto vota që do të jenë, do të rritin, apo edhe do të shkojnë dikant tjetër? Rezultati i zgjedhjeve të kaluara është mbi 20.000 vota, më kalon 20.000 edhe është një rezultat jashtëzakonisht i mirë për një periudhë shumë shkurt të aktivizim politik, për shkak që ne as kemi as struktura, as në gjë, kryesisht ka qenë votë mobilizuese për shkak të frymës krijuar përgjatë periudhës 4 vjeçare kundërshtimit ligjeve dhe këto. Si mos përveç takimeve që i kemi grupeve, rrethave, qoftë shoqënore, qoftë atyre që na kanë mbështetur çdo herë politikisht, është edhe frymë e cila është kriju edhe duke pas aktivitet politik, qoftë përmes mediave, qoftë përmes të rrjeteve sociale, për neve është goxha lehtë i qashëm sepse mungesa e strukturave na ka kalu krejt në aktivitetin thujse në rrjetet sociale, edhe mesazhi jonë shkon shumë shpejt direkt tek votuesi jonë, përmes prap qysh e ka marrë edhe më herët informacionin përmes kryesisht rrjeteve sociale dhe emisioneve televizive, siç është edhe ky sot këtu edhe të tjera. Unë besoj që fryma e krijuam, për shkak që njëna prej diskutimeve më të mëdha që e kemi pas një pjesë e dashamirëve, por që nuk besojshin që mundemi me pas sukses, me kalu pragun shumë i nalt 5%, me shumë dëshirë edhe vullnet, mdoshin me na mbështet, por në fund ishin të bindur që nuk po du me qit një vot për me më shku huq, po edhe në kështë popullore, po e vendosit e një subjekt tjetër politik. Tash besoj që një pjesë tjetër kalon, sepse ka besimin që nuk i shkon mu vota huq, edhe do të ketë përfaqësim në kuvend. Një pjesë tjetër është që besoj që kanë fillu ende më vedisu, sepse ajo agenda, topika, situata sot politike është krejt tjetër, ka qasje bllokuese të vendit, kemi ngritjet inflacionit, kemi çështje energjisë, ka shumë arsye tjera të cilat veç se janë ndëshmu, kemi një kryetar të kuvendit që nuk e përfaqëson askënd, nuk përfaqëson as vlerat luftës, as paqes, as kombëtare, as morale, as një vlerë cilën do të duhej personi më i përgjegjshëm, i ndërgjegjshëm me përfaqësu dikan, e ka fy popullin të vendos dikan veç për me utall me qytetarët e Republikës Kosovës. Nëse shef kabinetin qeverisë, është po e njëjta qasje, të thotë kemi një tallje të këtij pushteti me qytetarin, për shkak të mbi votimit real që është dashur të jipej një subjektit politik, edhe në diskutimet edhe në gjitha këto, po e shoh që ka fillu me pas një reflektim, trendi ka qenë në ramje edhe në zgjedhjet e kaluara, do të thotë minus 10 deputet ka qenë në krahasim me zgjedhjet tjera. Si trend është vështirë me u ndal kur fillon si i tillë në aspektin
statistikor po flas, nuk ka ndodhur dikush me arrit me njëherë me ndalë edhe me pas ngritje. Edhe këto janë faktorë që unë besoj që do ta maksimizojmë fryma e krijuame e një bashkëpunimit, e thash edhe më herët, edhe me figura të reja në Partinë Demokratike, edhe me kryetarë të ri, por mbi të gjitha është kjo çështja e unifikimit që vendi ka nevojë më shumë se për gjithçka. Zoti Ramoni, keni mojtur qëndrim dënitës në Kuvendin e Kosovës, so keni qenë deputet në Kuvendin e Kosovës. Jeni vlerësu nga shumë oponent politik, nga opinionist, nga analist, të ndryshëm në qëndrimet e juja dhe në parimet e juja. A mendoni që kjo ka qenë ajo baza kryesore e subjektit juaj edhe e marrës mbi 20.000 vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe a besoni që qytetari vlerëson qëndrimet e intelektualëve që qëndrojnë në parimet e veta? Absolutisht që po. Çdo herë ka treguar që qytetari vlerëson qëndrueshmërinë, parimin edhe dinjitetin. Jetojmë në një kohë ku është vështirë me dallu të vërtetën prej të pavërtetës, edhe rreshtimet të cilat janë që në një farë mënyrë kam qenë edhe vetë prej e një propagandës të tillë ku kam besu në ato vlera dhe në përmirësimin e gjendjes në përgjithësi, por që e jona është me qëndru edhe me dëshmu të kundërtën, edhe natyrisht që sa më shumë që qëndrojnë edhe populli e kupton që jemi në të drejtën edhe të mirën e vendit edhe shoqënisë tonë. Na politikanë jemi ka pak për ngut, kështu menojmë që suksesi vjen me një herë, presim me një parë zgjedhje, por thjesht për me pas sukses duhet me pas qëndrueshmëri edhe mos me lëviz prej parimeve edhe me konë me korrekt me njerëz, me gjithë ata edhe që të mbështesin, por me pas edhe qëllimin e mirë dhe jo çështje të cilat pastaj kthehen krejt bumerang të secili ku momentin që populli të opozitën të kthen krejt benefite personale edhe harron edhe qytetarin që të ka votuar edhe parimet për çka e shku, edhe fillon me pas mashtrime që na fatkeqësisht po e shohim kryesisht në pushtetet shpesh herë në vazhdimsi të subjekteve të cilat janë thirrur shumë në parime edhe në vlera vendit edhe të popullit tonë. So ka qenë vështirë, në brenda lëvizjes vetëvendose të ngrisni zërin në atë që mendoni ta theni. Unë vi prej kodrës trimave dhe zakonisht nuk e kemi problem me u rebelu brenda organizimeve kur e shohim pa drejtën. Domethënë është edhe historike kjo punë, nuk është veç po ashtu jem edhe bashkëvendas i Zahir Pajazitit, në fshat vendlinjen e kam po ashtu, kështu që formimi jam tregon që mos me u nënshtru edhe çdo herë me thonë të vërtetën edhe të me mbrojt të drejtën, e po ashtu me qenë krah edhe i të dobëve atyne që nuk kanë fuqi. Në këtë pikë unë jam i pa kompromist dhe çdo herë edhe lëvizja vetëvendosje i ka ditë këto parime dhe këto qëndrimet mia, edhe me thonë drejtën, për dallim për të tjerë të unë nuk është që kanë insistu ndonjëherë me mi ndalu ose me provu me mi tjetërsu këto. Zakonisht kur dojnë dikon, dosh vetë personi me jep doshaja që po, muj me negociu, muj, mos me thonë atë gjuhën që përdoren në politikë, muj me ushit edhe me parime edhe me këto. Edhe prej mos kur kom arrit që bashkë me kolegët me rrezu kodin civil, asnjëherë nuk ka provu dikush me ardhë dhe më thonë që duhet me bo tjertë, edhe përkundër që gjithë tjertë i kanë taku, kanë provu me ja ndryshu qëndrimet, disave dhe ja kanë ndryshu qëndrimet rreth asaj, të unë asnjëherë s'kam provu me ardhë as me negociu këtë çështje, sepse unë kom pas debat brenda grupit parlamentar edhe me kryeministrin, edhe me kryeparlamentarin, edhe me shefin e grupit parlamentar, edhe me secilin që ka qenë pro kësajna. Edhe unë aty më ballafaqu direkt edhe kanë përfundu masanija debatin. Edhe debatin ku vend pastaj për këto çështje, edhe jënë mësu, i kanë ditë parimet edhe qëndrimet që sado që provojnë veç e rrisin rezistencën ndaj atyre, për shkak që për me ndryshu një mendim duhet me besu. E ata as s'kom besu, as kur s'kom me besu që është vlerë e vendit. Ka njerëz të cilët mendojnë që në politikë duhet të ketë ndryshim. Edhe duhet të ketë ndryshim edhe në opinione, edhe në mendime, edhe në veprime. Por ka njerëz të cilët e vlerësojnë qëndrueshmërinë në parimet e tyre. So ka ndryshuar lëvizja vetëvendose nga ajo që keni hyrë në atë kohë deri më tani. Sot, është ardhë qasi kohë sa që nuk kemi nevojë shumë me fol njëri për tjetrin.
veç i merr qëndrimet janë publike, me video, me figurë, me zo, të vetë kryeministrit, cilat i ka pas para 5 vjetë dhe cilat i ka sot. Ajo është demantimi më i madh edhe unë çdo herë i kom thonë edhe kolegëve. Na duhemi me lënë qytetarin me ndëgju kryeministrin si kryeministër edhe kur ka qenë në opozitë, ose edhe shumicën e deputetëve tjerë, ministrave dhe gjithë ata që kanë qenë me pushtet edhe pa pushtet. Ajo është demantimi më i madh i cili ja bën vetvetes sepse qytetari ndëgjon ata të folë. Mu mund me u marrë si tentativë, si një diçka që mbas largimit mundem me pas personale, asnjë personale me asnjë person në vetëvendosjen nuk kam pas as nuk kam e pas asnjëherë kur gjë. Asnjëri mu personalisht nuk ka bëu asnjë veprim kundër meje. Unë kam problem mbi parimet edhe ndryshimet e qëndrimeve të cilat i ka lëvizja vetëvendosje, tashmë i ka edhe me statut, i ka edhe publike, i ka. Për mu nuk kam ma skandaloze se sa kur institucionet e drejtësisë angazhohen për me zbardhë një aferë korruptive, qoftë qëllimshme, qoftë pa qëllimshme, me dalë institucionet e shtetit, kryeministër, parlamentar, deputet, dhe me thonë, me dalë në mbrojtje, edhe me pengu hetimin e atyne veprimeve, për mu demokracia përfundon aty, s'ka kuptim ajo. Me thonë, do është me ditë, kër angazhohesh politikisht, nështë edhe pa faj shkon në burg, po ti është, do me thonë, sa njeri, sa patrioti ka shku në burg pa faj, në sistemet e kalume. A mo këtë dihet për shka shkon, edhe në qofë se të akuzojnë për shka do, ka rëndësi shumë ndërgjegja jote, pastërtia jote për veprën që e ke po. Këto janë dënohesh një vjetë, 2, 3, do me thonë, absolutisht është çështje shumë teknike po e quaj ata në raport me misionin nëse ki mision, nëse ki qëllime tjera në këtë aspekt pushtetit ka kuptim. Por janë probleme serioze të cilat e pengojnë zhvillimin e shtetit, e pengojnë të ardhmen e vendit tonë, sepse pamundsohet mu me ditë çka është e bardha dhe zeza. Sot në vendin tonë ndodh që për ditë, madje akuza të djemve dëshmorëve për bashkëpunim me Serbinë. I akuzojnë çlirimtarët për bashkëpunëtor të radojqiqit e Serbisë. Njerëz që kanë thonë këtë familje në këtë punë, veç pse nuk pajtohesh me një pushtet qëtë në krahun e Serbisë e listës serbe ati tjetërit. Këto janë absurde të cilat duhet me undalë, edhe për këtë arsye unë po mendoj që për momentin ajo rruga e cila mundet me undalë, sepse ju takon prizve të shtetit me pri ndaljes një gjuhës tillë edhe jo ushqimit të një gjuhës të tillë. Fatkeqësisht, edhe në zgjedhjet e kaluara, po edhe në këto zgjedhje, gjuha prej pushtetit është gjuhë e përçamjes, nuk është gjuhë e unifikimit edhe mbështetjes. Ti ki përgjegjësi tjetër kur je kryeministër edhe në garën zgjedhore për dallim prej përgjegjësisë së një opozitarit i cili përdor një gjuhë për me ardhur në pushtet, mundet me qenë shumë agresive. Është e njëjta edhe në gazetari, nuk ka kuptim një gazetar me u bë servili pushtetit. Nuk është gazetari për me jamoj zhakun pushtetit, gazetari është me jabo kritikën pushtetit për me përmisu edhe për me ardhë ma në regull. Unë nuk kom pa kërkun në vend në botë që shkon gazetari edhe përplasit me opozitën, e fyn, e sulmon, edhe rrështohet me pushtetin. Aty është absurditet, s'ka kuptim kjo, dhe më thonë asë në aspektin e punës profesionale, s'pejlojmë partit politike. E njëta është tu kriju, dhe më thonë ka fillu, prej qeverisjes, kuvendit, ku ka pas dorë të shtrimjes, është një gjuhë e përçamjes edhe ndamjes popullit, cilat besoj që kemi pas pasoja shumë të mëdha të ardhmen, nëse nuk ndalet. Zoti Ramoni, një nga kauzat e juguja personale dhe si subjekt që keni qenë, ka qenë familja. Ç'është familja për ju? Familja... S'po them ka qenë, por është edhe tani. Absolutisht që po, familja në aspektin simbolik për mu shpjegon mas mirë familja e Adem Jasharit, familja e Zahir Pajazitit, ku jenë eduku brez pas breza me edukatën e mbrojtjes qësaj familjes ku ka nan, ku ka bab, ku ka vajz, ku ka gëzime të përbashkëta e ku ka idhënime të përbashkëta. Ku kalohet edhe gëzimi edhe idhënimi në bashkësi e jo në individualizëm. Ka qenë një periudhë gjatë kohore ku është investu shumë për me eliminu rolin e babës edhe nanës.
unë nuk e di që është një deputetit, një pushtetit, çfarë do lloj raportit kish pas me prind e tina me eliminu emrin non edhe bab prej listës së regjistrimit, me i shkru prindin 1 edhe prindin 2. Fatkeqësisht më ka rastis gjatë kësaj periudhe me diskutu me shumë deputet në Kuvendin e Kosovës, dhe çka kom pas atë shokun më të madh është ku kom përjetu kur me njënin prej deputetëve, i cili është edhe profesor universitar, kur i them çysh po e mbështet këtë ligj. Fëmijën e mi tha i mbroj për fëmijë tjerëve, nuk jam përgjigj, ligji duhet me kalu, edhe në rregull tha jemi. Është, domethënë, me qenë naj deputet, çështë që rastësisht ka hi aty, e kuptohet, pa dignitet, pa moral, pa çdo çka. Po kur mund vjen një vlerësim i tillë prej një profesori, edhe një profesor që në publik njihet si ndër profesorët më të mirë, nuk ki mundësi me votu një ligj edhe me menu që ti keme mbrojt fëmijën tënë. Fëmija jëtë ka me shku në qëto shkolla publike, ka me shku ka me jetu në qëtë shoqni, në qerdhe, kudo që shkon, qëto që ka ja ofrën, që ka ja regulloj me ligj, i pari që ka me qenë fëmija jëtë si deputet që ka me undesh, me ataku. Mas pakti që kemi kom me u përkujdes për fëmijët tonë jemi na, politikan, deputet, sepse e angazhim gjithë ditën, edhe gjithë natën. Unë ndodhë që ndoshta edhe me ditë tona nuk i shoh fëmijën, domethënë. Edhe po mendojnë që të ja ofru shoqnisë, po e mbron fëmijën tona, kjo është përveç s'mundesh me çu tjetër idiotizëm një llojit akademik që e trajton shoqninë edhe familjen si tillë. Andaj për mu, familja është familje ku ka babë dhe nanë, ku ka vajzë edhe ku ka djalë, ku ka gjyshe edhe ku ka gjyshe. Nuk mund të ketë tjetër familje me rregullim ligjor përderisa na kemi angazhim politik. Nëse vjen ai ditë që ato grupe caktume, që se din as kanë e kanë babë, as kanë e kanë nane, që nuk dojnë me pa as babën e as nanën e tyne, me bo shumicën këtë vend dhe me bo ligjet, atër duhet me u dorëzu, s'kem që me bo se ata bojnë shumicë, për na jemi 99%. Nuk mundemi për 1% me ndryshu formën e familjes, për shka kanë luftu, kanë dhonë jetë njerëzve. Është fatmirësisht, unë po besoj që kësaj agjende është të jarë fundit, trendi është i tillë, me ndryshimet në Amerikë, me ardhjen e qeverisë së Trumpit, në Kosovë javë kanë ardhur fundet krejt, domethënë vetëm institucion që është mbështet këtë agjendë është qeveria e Republikës së Kosovës, financiarisht. Sot për sot në vendin tonë, parada e krenarisë që e quajnë këta, në vitin 2025, edhe mbasi sa rriti mi fitu 50% zgjedhjeve, financimin e ka bo Hajrullah Sheku edhe Albin Kurti të paradës, të la shumë bajt në shesh, edhe duke qujtë si vlerë, duke qujtë si emancipim, edhe duke qujtë si diçka që i promovon vlera tona. Ato as kanë qenë, as nuk janë, as nuk do t'jenë, as njerë vlera tona, as kombëtare, as shoqnisë që ne përfaqësojmë. Keni qenë zë i fuqishëm edhe kundër ligjit për kodin civil. Do t'jeni prap edhe sot do të mund ta mbroni sepse duket bukur sfiduese. Ka qenë kënaqësia më e madhe, puna më e mirë që kam bërë për 4 vjet, do të vazhdoj sa herë të ketë tentativa të tilla me bo atë punë, me ndalu ato ligje që e cenojnë familjen, siç e tregova edhe në fillim, secili ligj i cili prek organizimin familjar në koalicionin që kemi, duhet të ketë dakordim të përbashkët për me hes tutje. Na kemi dakordim përbashkë, asnjë ligj i cili e cenon familjen nuk mund të shtyhet përpara edhe nuk do të shtyhet. Edhe Bedri Hamza ka qenë shumë i qartë edhe në zgjedhjet e kaluara, po edhe tash mbi rolin e familjes edhe rëndësinë e sajna në organizimin tonë shoqëror. Nuk mendoj që ka ndonjë nevojë dikush me bën një tjetër organizim të familjes, sepse familja jon ka qenë ajo e cila e ka rujt edhe vendin, e ka sjell edhe pavarësinë, sepse pa këtë organizim familjar, pa nona tona që i kanë lind ka 5-6 fëmijë, 10 fëmijë, nuk e kishim pas as këtë popullsi, as këta njerëz që kanë luftu, as këto vlera cilat i kemi rujt deri tash. Kështu që familjen janë 2 faktorë që ne kanë rujt më shumë se sa edhe na si deputet, edhe se unë me kodin, është nona shqiptare e para, është lufta e ushtrisë lirimtare e dyta,
këto dyja janë ato cilë janë garantues i familjes me vlerat tona tradicionale. Zoti Ramoni, përfund, si po e ndini veten brenda njerëzve të Partisë Demokratike e Kosovës në aktivitete dhe cilat janë pritjet e këtij subjekti për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Mu me thonë drejtën, ka habit qasja konstruktive e Partisë Demokratike, ofrimi i gjitha hapësirave dhe kapacitetit në bashkëpunim dhe në mobilizim të gjithçka, po e ndi veten jashtëzakonisht mirë edhe do t'japim maksimumin që kjo frymë të ketë efektet maksimale në rezultate, sepse është në dobi të dy palëve, është hapësirë që na është ofru me gjitha kapacitetet, qoftë edhe logjistike, qoftë edhe organizative, domethënë vetëm gjatë kësaj periudhe, po fatkeqësisht kohë shumë e shkurt, më kanë thirrë deg të Partisë Demokratike në Mërgat, në Gjermani, gjithçka me shku, me i vizitu, me mbajt tubime. Fatkeqësisht kohë shumë e shkurt, angazhime shumë këtu, po provoj me çu dikan me bo, por që qasja edhe prej strukturave, edhe prej liderëve, edhe prej gjithë këta që po merren me shtabin zgjedhor, është qasje cilën nuk kam diçka tjetër përveç se t'i falenderoj për korrektësinë cilën janë duke treguar në këtë aktivitet të përbashkët që besoj që do të jetë në dobi të qytetarëve dhe në dobi të vendit. Zoti Ramoni, faleminderit për kohën dhe opinionet e dhënë, ju urojmë sukses. Shumë faleminderit, kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.